Ma mirë, se kur i ki 5 stadione... Ekipi i qytetit edhe lun ekipi i shtetit. Kjo është ajo që mundet me... Një për stadioneve që kom qetë Gjermani, që shumë stadione i kom vizitu, për fatë mirë, që më ka përqy e kom thonë që si stadioni me mujtë me ndërtu në Prishtinë, kishtë qenë fenomenal. Në Bohum, 20.000 shikus. Ama isme top, tip top, të thot pa shtek, fantastik të ishe. Shumë ka përqy. Trener, na do të me marru një stadion me motive kombëtare, me motive të shtetit tonë. Me motive të shtetit tonë. A di çfarë promotori është ai stadiumi i shtetit tonë? Na duhet me bo, do me thonë, edhe planin dhe konfigurimin do me thonë, me identitet kombëtar që ne e kemi. Ashtu duhet me bo na një stadion. Ne e kemi një stadion sikur Lituanis. Sens 10 apo lunë Lituania në Prishtinë. Shtetet komuniste që kanë ndërtu dikur. Me motive. Era Albania, mas pari o bo Kuqezi, apo kuptan, tani e kam bu atë... E ko atje një ndërtes që e mund krej stadionin. Krej stadionin atë, apo kuptan, na do të me bo për shembull me motive tonat, për shembull me flamurin ton të shtetit ton, me ngjyrat, apo kuptan me gjitha ato... Pikërisht të kjo mungesa e mbështetjes, trener, a ndikon edhe për shkak që ne i kemi, i përkrami dy kombëtare edhe Kuqezi edhe Kosovën? Jo, nuk ashtu, nuk... Për shembull, ka tifogrupe që udhtojnë për me shku në Tiranë, me shiku Shqipërinë, e nuk janë prezent në stadium Fatih Bukur për me pra Kosovën, Ajo është zgjedhje, se cilët na nuk mujna gabimi ma i madhi po bote na që po të reqen paralelit. One, më pas pyt mu në fillim, kësha thonë mi përkra të dyja kombëtare, pse mos mi përkra. Momentin, do me thonë, po në momentin kur po të rhiqen paralelit, Kosovë, Shqipni, pse ata, pse na kështu, ata kështu, do me thonë, kjo nuk është e mirë për kombin, nuk është kombëtare eq. Na ma të mirë se ata, pse na ma të mirë se ata, ose ata ma të mirë se na. Na jem një kombë, qysh për të req ka paralele, sigur mrena... Në vore cilla kombëtore është ma në formë, gjithmonë ko vëmendje ma në normalisht qaftu e shë. Kove të fundit kam pas suksese ma shumë, një shkuzinja me këqyrë ma shumë, ta shkaro niveli pak të Shqipëria, shikoje fokusin në Kosovë. Nesër ki suksese ma shumë këtu jema në formë, për shembull këtë trenere ka stabilizu kombëtaren, apo kupton, vinë të këqyrin ma shumë, vinë edhe pej, qështë futbolli është show business. Forma e kombëtarës edhe rezultatet, shumë normale.